Sezoni i dimrit ka sjellë rënje të shitjeve në tregun e shumicës së frutave dhe perimeve në Vlorë, por gjithçka ngrihet aktualisht për të arritur kulmin gjatë sezonit turistik. Këtë fakt e konfirmon për televizionin 6+1 Vlora edhe drejtori i tregut të shumicës në Vlorë, Nestor Gavani. Aktualisht sezoni i dimrit normale që ka një rënje të shitje, sepse edhe konsumi është edhe më i ulët, pavarësisht se të gjitha produktet janë në treg për shkak të produkteve të importit edhe të produkteve të brendshme të serrave. Sipas Gavanit, aktualisht ka prodhim, por ai është sezonal dhe prodhim shumë i brendshëm. Aktualisht po ka prodhim, por është gjithmonë prodhim sezonal, prodhim i brendshëm. Për shembull ka qenë periudha e karrotave, qepëve, sallatrave, aktualisht është periudha e patateve, po fillon qershia, pjeshka, kajsia, pothuajse të gjitha produktet sezonal. Pjesa më e madhe e tregtarëve janë edhe nga rrethet, por edhe fermer të ardhur, në bazë të prodhimit që ata kanë në sera. Tregtarët që shesin janë pjesa më e madhe janë vlonjade të rretheve. Ka edhe fermer që vinë një ditë po, një ditë jo në bazë të prodhimit të tyre që kanë në sera. Drejtori i tregut të shumicës së frutave dhe perimeve në Vlorë, Nestor Gavani, thotë se aktualisht çmimet janë normale dhe nuk ka rritje të tyre, ndërsa sa herë që në treg del prodhimi vendas, çmimi bie. Çmimet janë normale, nuk është se ka ndonjë rritje, mendoj se dhe duke pyetur edhe tregtarët janë çmimet sa më shumë rritet malli, bie edhe çmimi normale që kemi më shumë prodhim vendas për momentin, po, sidomos këto produkte të stinës. Në treg aktualisht ka prodhim, ndërsa duket se dominon produkti vendas dhe çmimet në këto kushte janë normale.